Shumicën e rasteve që kanë ndodhur, që kanë ardhur, domethënë, kanë ardhur për punë problemesh familjare. Kanë probleme familjare. Nganjëherë subhanallahu se unë kur them kanë probleme familjare, tash unë do të më ditë çfarë familje është, a është familje fetare apo jo fetare. Edhe subhanallahu shumicën e rasteve dalin me qenë familje jo fetare. Bile ka ndodhur 2-3 herë që i kam pyet, se kanë qenë do raste pak më ashtu më trënda se s'ka nevojë mi përmend, po disa raste i kam pyet pse i ardhe unë. Ku e ki gjykatën, e ki njerëzit, ki ashtu, po përgjigja subhanallahu është që këtu po na flan zemra më shumë. Pra është besimi tek ju. Po tash besojnë problemin hoxhallarëve. Besimi te imami. Po, kuptova. Jo personalisht, po është te pozita e imamit te pozita e imamit, se faktikisht edhe neve atë që mundohemi me sqaru në mënyrën më të mirë të mundshme. Ndonjëherë kur ka pas probleme, domethënë ju kam thonë njerëzve që ka ardhur një herë një rast, erdhi një burr, po tash kishte probleme me familjen, edhe thash nëse veç nuk mundi me zgjedh probleme, thash nëse don pritëm si musafir, unë thash vi tek ju. Edhe ajo çudi tha, hoq tha, vjen aty unë? Tha po unë thash çfarë problemi, thash ka, problemi është me zgjidh problemin, me qenë ju domethënë rahat, këtu është telashja. Këtu është domethënë ajo ideja ose ai domethënë mendimi jem ose çfarë të them, që qëllimi jem që familja me qenë domethënë ju rahat. Thash unë pa problem, thash vi edhe te shtëpia ju, qoftë nevoja edhe me ditë. Absolutisht thash nuk e kam problem, vetëm që t'jeni rahat te shtëpia, se këto nuk kemi qef me i pa te ne shqiptarët. Se familjet përpara te shqiptarët nuk kanë qenë këto vartelashë kaq të mëdha. Ka atë shumë probleme tash, kemi pothuajse çdo ditë palë të cilët vinë për me thonë çdo ditë është shumë, po gjatë javës ka goxha shumë. Ka 2 herë ose 3 herë gjatë javës. Kryesisht probleme familjare. Shumicën e rasteve, ka edhe probleme tjera, po shumicën e rasteve probleme familjare. Ka ndonjë rast shumë të rëndë që mundesh me tregu, apo rastet janë kryesisht me thonë drejtën të mbyllura, janë për shkak të privatësisë, vjen shumë keq, nuk mundem me thonë se ka raste domethënë që janë edhe të tilla, po për shkak privatësisë që mos me dal me hoxha pozitë keqe që ata vinë te na se kanë besim, tash na mja u shfaq ato mundësitë të tyre, vjen keq.